Sa I përket asaj që përmendet ju tek lutja, duaja që mund ta bëj besimtari, është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot besimtarit padyshim që I pranohet duaja në kohën e iftarit, atëherë kur para se të bëj iftar të bëj një pak para se me hy koha e ezanit të akşamit, me siguri. Para se të hy koha e ezanit të akşamit ne kemi parë për filma, por duhet që të jetë traditë në shtëpinë e secilit prej nesh. Prindit I ngrej duart, më pas edhe fëmijët, edhe bashortë, edhe të gjithë të tjerët, ose I zoti I shtëpisë kush është, edhe çka thot Allahumme inni leke sumt, o Zot, për ty agjërova, wa ala rizqike aftart, dhe me rizkin tënd po ushqehem, po hakët iftar, dhe hebe dhame, shkoj uria, shkoj etja, o ptellet I rrug, ja nisi me qarkullu gjaku në për vendet tona, o thebet el ajru inshallah, ajo që po e kërkojmë ne çka është, edhe do të qëndrojë shpërblimi inshallah me izin Zotit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur tregon për duan e agjëruesit që bën, thotë që duaja, lutja e agjëruesit nuk kthehet prapa,